Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ka shumë kohë që nuk kam bërë një video dhe nuk e di nëse do publikohet ndonjëherë kjo video dhe nëse po, kur do publikohet, varet nga rezultatet e videos. Ka më shumë se 2 muaj që nuk kam xhiruar video dhe më duket sikur kam harruar. Më duket sikur po bëj diçka të re. Nga gjitha ngjarjet që kam pasur në familje, që kam marrë kohën time edhe ishte pak e tepërt për mua me gjithë stresin që të dilja dhe të buzëqeshja para kamerës. Por sot vendosa ta bëja, sepse si të shikoni nga video, dyshoj që mund të kemi një lajm të mirë. Nuk e di. Është data 22 dhe mua duhet të kisha pasur ciklin në datën 17, pra ka ngaluar 5 ditë. Normalisht që nga streset, nga çdo gjë mund të ndodhi që të jetë vonuar nga streset, por së fundmi kur isha tek ginekologja kisha edhe një cis në të njëjtën vezoren e djathtë, ku e kam bërë një operacion, kështu që mbase mund të jetë dhe ajo, prandaj që nuk dua të gëzohem para kohe, por mendova që shumë gjëra, për shembull që kam video nga babi që ka ndruar jetë, unë i kam kujtime shumë të bukura në YouTube, edhe kur të jem gati do futem të shikoj, akoma nuk e kam guximin ta shikoj gjallë, edhe si ecte, si qeshte, si bënte shaka, kështu që po e di që i kam aty dhe do ta shikoj babin ta ndjej njësoj si është gjallë, janë kujtime të gjalla, kështu mendova edhe për këtë. Në rast se do kemi një lajm të mirë, do ta shikoj këtë video edhe nuk e di, ose mbasi do t'ja tregoj. Shikoj se po ndroj që tani. Unë dhe Stefani kemi që në gusht që kemi vendosur mos të përdorim më masa mbrojtëse, duke qenë se vendosëm që është momenti, ndjeshim gati, dhe ora është 8:10, unë jam bërë gati sepse në orën sot mbasdite ose nga ora 12:01 duhet ta kontrolloj edhe një herë, kam një çaj quhet panajir, edhe më duhet shkoj atje në rast se do jem e gatshme, varet çfarë do dali në këtë video, ose pastaj nëse ndodhin disa gjëra do kem gjëra më të rëndësishme. Por do shkojmë bashkë në farmaci ta marrim një test. Unë nuk kam shkuar në tualet sepse kam dëgjuar lart e poshtë që testi më i mirë i shtatsanis bëhet kur është hera e parë që shkon në tualet. Dhe unë tërë këto kohë në tetor që kam pasur vizitën, kam filluar të marr acid folik, por nga stresi, nga gjërat që ndodhen në familje kam harruar, kështu që kam marrë njëherë po, njëherë jo, gjë që nuk është e mirë, por tani ditët e fundit jam përpjekur që ta marr më rregullisht, po ja u tregoj kë marr dhe pastaj ikim në farmaci. Këtu në Gjermani, por edhe në Luksemburg, japi këtë basic, numër 1. Edhe për mua është shumë mirahatshëm sepse Luk. Hajde këtu. Është shumë mirahatshëm se është kaq i vogël dhe e marr me vetu kudo, edhe hapjet janë kaq të vogla sa më thjesht i ka për di. Shkojmë në farmaci. Luk, hajde këtu. Luk më ka qëndruar disa herë tek barku. Nuk e di, shkojmë. Ora është 8:02 minuta dhe akoma shumë errët këtu. Po besoj që tani janë hapur farmacitë. O zoti më. Do ishte vërtet një bekim kolosal që do
Ja kush farmacia, tani kam frikë të shkoj. Se këshu, sikur kam akoma një shpresë dhe kur të marrë testin dhe të dali negativ do mërzitem shumë. Nuk di çfarë të bëj. Ta marr apo të pres edhe një javë? Okej, problemi i parë është që nuk ju funksiononte ajo makineria e pagesës me kartë. E duhet të shkoj këtu tek qendra e qytetit të tërheq lek. Mos ndoshta është kjo një shenjë që nuk duhet ta ble testin, sepse kur që se i pres edhe disa ditë mbasi më vijnë periodat edhe nuk i fusem kësaj rrugës që shpreson dhe je 50-50. E ke parasysh që o dali pozitiv o dali negativ, kurse nëse të vijnë periodat thjesht nuk e çon fare në mendje që mund ndodhi. Po shkoj një herë tani se jam këtu. Mos e çoj rrugën kot. Lekët i mora. Tani shkojmë në farmaci. Çokoladest. 99% peknën i saktë. Okej. Shkojmë. Look. Ik pra se po bëj video. Dale. Wow. Jam shumë e sigurt që tani që bleva testin dhe më vijnë periodat. Ne po më them barku atëherë njerëz. Nëse testi është pozitiv, simptomat janë njësoj si simptomat e periodave. Dhimbje barku aty në fund, forcimi i gjoksit, ndjeshmëri, pak dhimbje korizi kisha unë, e ku dëgjon. Atëherë, këtu më thot që duhet marrim lëngun, ta hedhim këtu. Dhe pastaj do presim 5 minuta. 5 minuta. Okej. Ku ta gjonë të kuticë? Sa që të që zoti va. Okej, të kudem i punës. Edhe kjo është kutija që gjeta. Kështu që moroni pat. Atëherë, në farmaci më pyeten doja një test të shpejt apo një test pasi më janë vonuar periodat, dhe unë ju thash që më janë vonuar periodat, por tani që po e mendoj mbase bëra gabim. Se mbase ai testi mund të jetë më i ndjeshëm. Këtu është nëse të janë vonuar periodat, kishte edhe free test, pra test shumë të shpejt. Se di. Edhe si do dali këtu, kur del C, kur del... Ku da shikoj unë? Okej. E bëj. Look. Ri. Okej. E bëra. Tani me ta fusim këtu. Ta shikojmë orën. Po, edhe 5 minuta. Ora është 9:20. Testi është këtu. Po e marrë me vete këte nga dhoma, se kam shumë emocione të pres në baj. Çfarë mendon se do jetë? Mackat janë shumë kurioze, të gjithashtu dhe unë. Ora është 8:42. Aleja, të pëlqen pamja? Të ta shikoj look para meja.
e kupton emocionet e mia? Ha? E kupton? E kupton zemër? Ha? Okej. Kur të bëj 5 minuta do. Pse është kaq i gjatë 5 minuta? Pse? 24. Ta kisha përkur ishte edhe Shtefani, ndoshta kam frikë tash. Okej, vajta 5 minuta. Keni si po më rezemra. Ta shikoj apo jo? Më mirë të kisha marrë atë 7 zanë, jo 7 zanë, plus minus, kështu nuk e di.